dua të uroj për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës një proces zgjedhor të rregullt, një proces zgjedhor që i kontribuan demokracisë në vendin tonë, që i kontribuan edhe krijimit të institucioneve sa më parë që t'jetë mundur në mënyrë që Kosova të dalë nga krizat e njëpasnjëshme. Kjo është në interes të vendit tonë, është në interes të qytetarëve tonë dhe do ta forcoj Kosovën edhe për brenda edhe jashtë kufive të saj. Kështu që shpresoj shumë që sa më shumë qytetarë tonë ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre demokratike në mënyrë që të dëgjohet zëri i tyre në këtë proces kaq të rëndësishëm e kaq jetik për vendin tonë. Dua t'i falenderoj të gjitha institucionet që përgjatë tërë ditës sot do t'jenë në terren, do t'jenë duke kryer detyrën e tyre, duke filluar nga institucionet e sigurisë deri tek ato të drejtësisë dhe natyrisht ju falenderoj edhe juve mediave që do të punoni sot tërë ditën edhe deri pas mesnatës, po besoj për ta përcjell rezultatin. Dua t'i falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që kanë qenë pjesëmarrës gjatë këtij procesi, duke i dhënë hjeshi demokracisë, duke i dhënë sharm demokracisë dhe shpresoj që edhe sot sa më shumë prej tyre do ta shfrytëzojnë të drejtën e votës. Shpresoj që sot do të jetë dita e Kosovës, dita kur Kosova do të fitoj, dita kur Kosova do të festoj